Në pikën e kalimit kufitar në Vërmis është realizuar një kontroll i detajuar një automjeti pas selektimit për verifikim rutinor nga zyrtarët doganor. Pas deklarimit nga drejtuesi i mjetit se nuk posedonte madra për deklarim, është kryer kontrolli fizik i automjetit, me çrast në hapësirën e bagazhit janë gjetur 40 tonë erë të pa deklaruar, për të cilët nuk është paraqitur dokumentacioni përcjellës, përfshi faturë apo dëshmi tjetër të origjinës, njofton Dogana e Kosovës. Sipas Doganës së Kosovës, vlera e paraafërt e mallit të evidentuar është rreth 2300 euro. Në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, rasti është trajtuar si kundërvajtje doganore, ndërsa malli është ndaluar përkohësisht deri në përfundimin e procedurave administrative nga njësitë kompetente. Dogana e Kosovës rikujton të gjithë qytetarët dhe operatorët ekonomik të Kosovës dhe Shqipërisë se çdo mall që hyn në territorin e Republikës së Kosovës duhet të deklarohet në përputhje me legjislacionin doganor në fuqi dhe se mos deklarimi përbën shkelje ligjore.